kjo është mendoj deformim profesional. Kush e di sa shumë jetu mi numru rrudhat e mija në të momente. Po më përshërë. Nuk po më dukesh që kine jo pa regullësi në ftyrë. E kam bo një botox, po ma falshruqe, po thojnë. E shon. E shon, ka nevoj për dërhyrë, ja? A ta marim për të kesh njerëzit. Për shumë, nuk e kam probleme dhe ta them publikisht që mirë baj lëkurën ko pas kohe, edhe kur nuk pëlqen diçka të vetja. A e marim gjithmonë njerëzit për të mirë nëse ti i thu, shiko se pas ke nevoj këtë, Unë ju them të gjithve, të gjithve pa përjashtim. Do të thotë atë që mendoj që mundet me regullu me pak, sepse ka fytyrat e cilat nuk mund të regullohen me botox, sepse botoxi zakonisht në 90% rasteve injektohet në 1/3 e sipërme të fytyrës, sepse nëse injektojmë në 2/3 të poshtme të fytyrës, atëherë krijojmë dobësim të muskujve me kalimin e kohës, ndërsa muskujt në 2/3 të poshtme të fytyrës janë muskuj funksional, muskuj të cilët i përdorim për të folur, për të përtypur, do të thotë janë muskuj të cilat kryejnë funksione, ndërsa muskujt e ballit dhe rreth syve nuk është që do të thotë edhe nëse e hupin atë elasticitetin e vetë nuk është që shkaktojnë e fardëmi funksional në lëkurën e fytyrës. Për ata që janë ende në moshën dhe cilën mund të regulohet diçka me pa ndërhyrje kirurgjikale, do thotë pa premje, botoksi është shumë i mirëseardhur. Jo vetëm për moshat për shembull 40 deri në 50 mirë, po edhe për grup moshat e reja, të cilat kanë një mimik të theksuar në regionin e ballit, do të thotë janë ata njerëz të cilët përdorin vetullat për të treguar një habi apo një mendim të vetin apo një çfarë do qoftë, aty botoksin e kemi shumë të mirëseardhur në atë rast. Si rekomandon ti, nga cila moshë është më praktike, pra më e duhur për lëkurën që të ndërhyjet, sepse po shohim, në fakt unë paktën po shoh, po ndoshta edhe ju keni kërkesa të tilla të vajzave shumë të reja që po i shoh duke bërë ndërhyrje dhe në fakt unë nuk e shoh nevojën, po ndoshta syri im që nuk është i fushës nuk e kupton këtë. Shiqo, rrjetet sociale kanë shumë impakt në jetën e të rinjve sot. Me regull duhet që të kalohet bile mosha 35 vjeqë për përdorimin e injektimin e botoksit edhe fillerave të ndryshëm, deri atëherë është mirë që të mirëmbahet lëkura me biorevitalizus, me pillinjë kimike, me tretmanet të ndryshme të cilat e ruajnë elasticitetin e lëkurës dhe e ruajnë prodhimin e kolagjenit, qoftë me marrjen e suplementeve të ndryshme, qoftë me tretmane të kohë pas koshme.